Tani shikues është momenti për të gatuar super recetën, po e quaj recetë pranverore, tashmë jemi zyrtarisht në stinën e bukur të pranverës dhe vendosa sot që të shkojmë me oriz. Po s'kemi mish fare, vetëm perime, kuq e gjelbër të shumë ngjyra, edhe tepër e shishme për ta ngrënë, nuk ta hiqni nga menyja. Çka na nevojitet për këtë recetë është kemi qep të kuqe, kemi një domate të grier më herët, kemi një spec që e kemi grimcuar në formë të kockave, njëjtë edhe domaten, kemi një tufë majdanos të freskët, kemi gjalp, kemi vajin më të mirë italian në vend moninin dhe kemi orizin gjysmë të zira, është ky super orizi nga Skoti, ja pra edhe ngjyrën e ka të verdhë. Kur ta gatuaj, do ta shihni dhe ju thash që nuk do ta hiqni nga menyja, kështu që pa humbur kohë, ja fërterja na është nxehtë, do të vendosim direkt vaj ulliri, ja, vaj më i mirë italian, duke ja bashkangjitur edhe një copë gjallë për shija. Okej, gjalpa në është krita, vendosim me njëherë qepën e kuqe, ja kështu. Do të presim derisa qepa na zbutet. Jo të na merr ngjyrën kafe, vetëm paksa të na karamelizohet, po them, Ja pra, qepa na është zbutur. Tani do të vendosim hudër, me qenë kom haru me ble hudër të freskët, do të shkoj me pak hudër pjohër, ja kështu, ja. Dhe me njëherë, pa humbur kohë, ta vendosim një spec të kuqe, ja, që e kam gri më herët, ja. Ju thash që do ta bëjmë një pjatë me shumë ngjyra, pjatë shumë pozitive. O, zë çfarë arome po vjen, shikoj sa. Me njëherë do të vendosim domaten, ja, dhe domaten e kemi prej më herët, ja. Tani domatja do të alëshoj langun e vetë, e cila do të ndihmoj që orizit t'i shtot edhe një shije më tepër. Koha për krip dhe piper të zi, pra, pak krip, si gjithnjë të shijanës me krip të dekët, dhe piper të zi. Ju thash shikues që kjo recetë është super pranverore sepse ka edhe specin edhe domaten. Përveç kripës dhe piperit të zi, do të shtojmë edhe gjysmë luke piper të kuq. Ja kështu. E cila do të na ndihmoj që bashkë me vajin e ullirit dhe gjalpën dhe langun e domatës të na krijoj automatikisht një salca me domate dhe speca e qep të kuqe, sepse krejt e din që speci i kuq, sidomos qepa e kuqe, që ka super aromë, ja po shihet pra, kemi fituar një super salcë me perime. O, zot sa e mirë. Ta ulim vetëm pak temperaturën. Dhe tani, do të shtojmë orizin. Pra, kemi orizin gjysmë të zier nga Skoti, me këto kokrat e gjata. Ja, pra. Pra, këtu kemi rreth një gotë e gjys oriz. Ja, ta shojmë prej afër, kamera të lutem. O, zot, ja. S'kam komenta. Pra, po e shihni një drek shumë e lehtë. Tani këtu kemi ujin që e kemi vlu më herët. Do të shkojmë pak nga pak, si me bo risotto, ja kështu. Ja. Me thonë, si pilavi turk, nga pak uj, ja, dhe do ta mbyllim direkt me kapak, do ta ulim temperaturën në minimale, ja.
Dhe ta mbyllim me kapak. Ja, u avullu me njëherë. Kështu që mbyllja me kapak në ndihmon që në mënyrë minimale ovulli ta kthej tek orizi dhe na shpejtohet edhe ziera dhe orizi do ta shihni, ashtu që nuk ngjitet fare o zot. Jemi unë tu? Okej. Orizin e kemi gati, ja kamera do të afrohet dhe do ta shihni shikuesës që sa e mirë boa. Wow. Një zierje perfekte në temperaturë super minimale për t'i shtuar ngjyrë dhe shije këtij orizi, kësaj dreke, do të shtojmë ja pra një tufë me majdanos të freskët. Ja kështu. Dhe do ta përziejmë për herë të fundit. Ja, o zot sa bukur po duket. Dhe koha për ta servuar. Isha këtë vikend në Greqi dhe i kom blet sa pjata jam punim dore. E thash taman për këtë recet na shkon me oriz. Kështu që po fillojmë servimin. Tash po e presim Mona më na servu orizin e të shohim se çfarë orizje ka përgatitur. Se mas gjitha gjosa që apom deri tash do t'jetë diçka jashtëzakonisht e mirë dhe e shijshme. Jemi gati? Valla ma shite orizin, hala pa e provu. Ha, Faruk? Reklam këmi postit, Ha? ka mu të blokue. Ja, pra Faruk, ja shikues. Ja. Ja, pra shikues, kemi një super oriz, një drek e lehtë, e shpejt. Shikues, kjo është dreka për sot dhe çfarë fatja i nderuari zotri Faruku. Do ta provoj tani. Hajde Faruk, fillo ti. Ja, po të reshoj ty, po në zboshku për mbrojë. Po thua? Po, bashkë. Po s'ki hangër që 24 orë. Si mas asojna që kemi po, besoj që do t'jetë jashtëzakonisht e mirë. Hajde. S'ka qysh me konë ndryshe ana. Shumë e bukur, shumë e shijshme. T'jumshin durt.